Ja rodhës, Asalamu alaikum hoxhin nderuar, desha t'ju pyes se sa janë të vërteta argumentet që flasin për leximin e surrës Kaf në ditën e xumë, Allahu ju shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk ka transmetim të sakt për me lexue surën Kaf në veçanti ditën e xumë. Nuk ka transmetim të sakt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se është sunet me lexue surën Kaf në ditën e xumë. Nëse lexon dikush surën Kaf ditën e xumë, ka problem? Ka problem. Për shkak të argumenteve të përgjithshme. Në argumentet e përgjithshme pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush e lexon një shkronjë të Kuranit i ka të sevape. Edhe sa shkronjat e ka sura Kaf, herë 10 i ka shpërblim kushdo që e lexon. Por me përcaktue veç në ditën e xumë nuk duhet. Nuk duhet për shkak se nuk ka thonë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të themi sura Kaf nuk është sunet me lexue ditën e xumë. A bën me lexue? Bën, por me përcaktue si ibadet të veçantë nuk duhet, për shkak se nuk është i përcaktuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Masanena, sura Kaf, edhe surët të tjera, është mirë me ditë kuptimin e tyre e me qitë në praktik. Se me lexue për ditë surën Kaf, që njerëzit për me mbrojt imanin e tyre ka shkuar në bashpella, e ky për me prish imanin e vetë shkon kamas ti lexoj surën Kaf për 100 herë në ditë, 40 herë, pse të dush ditën e xumës, s'bën punë. Nëse nuk është në përputhje me praktikën e asaj që vepron. Po shkurtimisht themi se nuk ka argumente të sakta prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që duhet me lexuar surën Kaf ditën e xumë, wallahu a'lam.